Korça ka hapur zyrtarisht sezonin veror me edicionin e 19 të festivalit ndërkombëtar të karnavaleve. Rrugët dhe sheshet e Korçës u mbushën me ngjyra, muzikë dhe atmosferë festive, duke mirëpritur qindra qytetarë dhe vizitorë vendas e të huaj. Në këtë edicion morën pjesë trupa artistike nga Greqia, Rumania, Serbia, Polonia, Italia dhe Arbëreshët, të cilët sollën kulturën, traditat dhe kreativitetin e tyre, duke e kthyer qytetin në një skenë të madhe festive ndërkombëtare. Drejtoresha e Kulturës, Blerta Belliu, u shpreh se karnavalet e Korçës vijnë çdo vit më të pasura dhe më të bukura. Karnavalet e Korçës vijnë një edicion sa vjen dhe më të bukur. Kemi 7 grupa që kanë ardhur nga Rumania, nga Serbia, nga Greqia, Italia, Rumania, Polonia. Një festival ndërkombëtar që sjellë gjithë frymën jo vetëm të Korçës, por dhe jashtë saj. Kemi grupe që vazhdojnë të ruajnë traditën e karnavaleve të Korçës, por kemi dhe grupe të reja këtë vit, kemi bërë butaforit shumëta, kemi paraduar në mëngjes me grupe të huaja, vazhdojmë në bulevardin kryesor, më pas në pedonale dhe kulmon me parti karnaval. Korça sa herë më parë. Kulmi i festës ishte parada madhështore e pasdites, e cila nisi nga lëndina e lotëve dhe përshkoi rrugën kryesore të Korçës. Për herë të parë në festival, morën pjesë dhe gratë të diasporës shqiptare nga Athina, duke i dhënë aktivitetit një dimension të veçantë. Pjesëmarrësit e huaj vlerësuan organizimin dhe atmosferën e krijuar në qytet. Jo, nuk është hera e parë, është hera e katërt që marr pjesë dhe jo e fundit. Kostum në bazë të dëshirave të fëmijëve, ka lindur dhe kostum. Ndjehem shumë e lumtur dhe shumë emocionuar. Po, ne jemi nga Leskovaci i Serbisë dhe jemi grupi i karnavaleve Leskovac. Ne po përfaqësojmë zogjt, ndërsa ajo është kryesorja, kështu që ajo do t'ju thotë diçka më tepër. Pra, ne jemi si njerëzit, shprehim emocione dhe po tregojmë se njerëzit në të vërtet janë të mirë. Ne jemi zogjt dhe jemi të lirë, ashtu si një zog. Unë jam diçka si udhëheqësja, ndërsa ato me të zeza përfaqësojnë diçka të keqe. Dhe pastaj, zogjt me blu dhe të bardhë vijnë dhe i shpotojnë ato. Jo, unë jam këtu për herë të tretë, është bukur, më pëlqen ky karnaval, duken të lumtur dhe të gjithë janë në atmosferën e karnavalit, kështu që edhe ne jemi shumë të lumtura. Është hera jonë e parë në Shqipëri. Ne jemi skuadra rumune nga Petroshani dhe përfaqësojmë personazhe nga prallat rumune, mbretër, mbretëresha, magjistrat, fshatar, kafsh, folklori rumun. Arti dhe kultura i bashkojnë njerëzit. Festimet vijuan deri në orët e vona në pazarin e vjetër, ku qytetarët dhe turistët shijuan muzikën live dhe performanca artistike.